Zjedhin Sela në konferencë për media deklaroi sot se ato që kishte paralajmëruar lidhur me korridorin 8 u tha gjedhe nga kryeministri Kristian Mickoski, pra mos realizimin e segmentit nga Struga në Qaftan. Ai tha se arsyetim me gjoja për mbrojtje dhe rekomandim nga UNESCO janë boshe dhe banale dhe nuk kanë të bëjnë me realitetin. Ato që paralajmërova fatkeqësisht e dëgjuam edhe nga goja e kryeministrit, duke paralajmëruar mos realizimin e segmentit nga Struga në Qaftan. Të arsyetuar këta me gjoja pengesat të cilët janë shfaq në lidhje me mbrojtjen e zonës së liçenit të Ohrit nga ana e UNESCO-s. Këto janë vetëm arsyetime boshe dhe banale, të cilët nuk kanë të bëjnë me realitetin. Në qoftë se duhet flasim për UNESCO-n, ne duhet flasim për objektet paleje të cilët janë me mira në liçenin e Ohrit, në qytetin e Ohrit dhe Strugës. Në qoftë se duhet flasim për zonën e UNESCO-s ku në kontekst më tepër vendohet Struga se sa Ohri, duhet thënë një vërtet që korridori 8 nga Trebenishta dhe deri në Qaftan, në gjithë këtë trajektore, nga liçeni i Ohrit është mos paku në linjë ajrore larg 1 kilometër. E në qoftë se flasim për segmentin e autostradës Kërçov-Ohër dhe Ohrit, ky segment, kjo linjë ajrore e afërsisë së autostradës me liçenin e Ohrit, ka vende në të cilën kjo distancë nuk është as edhe 10 metra. Apo. Kështu që është e qartë. Është vazhdimsi e një politik bërje të smunë. Është një vazhdimsi e një politik bërje që vjen kufi dhe që të gishtat pastaj ja drejton shqiptarëve që duan kufi. Ashtu siç vendohen kufi ndaj shqiptarëve me të drejtën e shkollimit, ashtu po na vizatohen kufi edhe me projektet infrastrukturore.